Mbrojtja e ish-presidentit Hashim Thaçi po vazhdon ta kontestojë ligjshmërinë e dorëzimit të provave nga ana e zyrës së prokurorit të specializuar. Kryembrojtësi avokati Luka Mishetić, sërish në kundërpërgjigje ndaj ZPS-s, ka kërkuar që kjo e fundit të ndalojë dorëzimin e provave pas mbylljes së çështjes kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit. Fillimisht me datën 13 mars kishte kërkuar nga trupi gjykues që të urdhërojë prokurorinë për mos paraqitje të provave. Ndërkaq më 25 mars, kryeprokuroria e specializuar Kimberly West ju përgjigj kërkesës duke kërkuar refuzimin e saj. ZPS ka thënë se zbulimet në fjalë i plotësojnë të gjitha kriteret dhe nuk përbëjnë paraqitjen e parashtresave apo paraqitjen e provave. Kërkesa e mbrojtjes së Thaçit për një urdhër ndaj ZPS-s në bazë të rregulles 136 të rregullores së procedurës dhe provave para dhomave të specializuara të Kosovës dhe shpërfill zbatimin e rregulles 112 dhe jurisprudencën e dhomave të specializuara lidhur me të. Përmbushja nga ana e zyrës së prokurorit të specializuar e detyrimeve të saj të vazhdueshme të zbulimit të provave në përputhje me kornizën e aplikueshme nuk përbën paraqitje provash apo paraqitje të parashtresave në kuptimin e rregulles 136. Kërkesa duhet të refuzohet në përputhje me këtë. Por me 30 mars, mbrojtja i është kundërpërgjigjur këtij parashtrimi, duke vlerësuar se qëndrimi i ZPS-s bazohet në interpretim të gabuar dhe nëse nuk ndryshohet, do të lejonte një shkelje të vazhdueshme për gjykim të drejtë. Mbrojtja e Hashim Thaçit, me këtë, i përgjigjet parashtrimit të zyrës së prokurorit të specializuar lidhur me kërkesën e mbrojtjes për një urdhër në bazë të rregullës 136 të rregullores së procedurës dhe provave para dhomave të specializuara të Kosovës. Qëndrimi i ZPS-s bazohet në një interpretim të gabuar të rregullave 112 dhe 136, i cili, nëse lihet i pandryshuar, do të lejonte një shkelje të vazhdueshme të drejtës themelore të Thaçit për një gjykim të drejtë. Avokati kryesor i ish-presidentit Hashim Thaçi, përmes parashtrimeve të tij, shpreh shqetësimin se paraqitja e njëanshme provave nga ZPS-ja nuk garanton proces të drejtë. Kjo paraqitje e fshehtë e provave shkel parimin e barazisë së armëve dhe të drejtën për tu komentuar mbi provat e paraqitura para gjykatësit të faktit, siç garantohet nga Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut. Neni 31 i Kushtetutës dhe ligji, vendimi i dhomës së specializuar të gjykatës kushtetuese, që shërton dhe konfirmon përputhshmërinë kushtetuese të rregullës së procedurës dhe provave të dhomave të specializuara të Kosovës. Mbrojtja sërish përmes kësaj kundërpërgjigjeje ndaj ZPS-s ka kërkuar nga trupi gjykues që të urdhërojë këtë të fundit për mos dërgimin e këtyre provave. Por çfarë thot rregulloria e procedurës dhe e provave para dhomave të specializuara të Kosovës, saktësisht rregulla 136? Në përmbyllse, kryetari i trupit gjykues e deklaron çështjen të mbyllur. Në këtë fazë, trupi gjykues nuk mund t'i paraqitet asnjë parashtrim tjetër përveç se në rrethana të posaçme dhe duke treguar arsye të vlefshme. Në këtë fazë, trupi gjykues nuk mund të pranojë asnjë parashtrim apo të dëgjojë dëshmi të tjera përveç nëse diktohet prej rrethanave të posaçme. Ky debat vjen pas mbylljes së kësaj çështjeje ndaj 4 SHS-UÇK-s dhe kur ky rast tani është në duart e gjykatësve për vendim. Më 9 shkurt të këtij viti në dhomat e specializuara ka nisur fjalë përmbyllëse në rastin Thaçi dhe të tjerët. 4 SHA-UÇK-s me 18 shkurt kanë paraqitur fjalët e tyre prej 20 minutash ku janë deklaruar sërish të pafajshëm për të gjitha akuzat që i ngarkon zyra e prokurorit të specializuar. Edhe ekipet mbrojtëse të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit e Jakub Krasniqit kanë kërkuar që të njëjtit të shpallën të pafajshëm për të gjitha pikat e aktakuzës. Kryeprokuroria specializuar Kimberly West ka kërkuar dënim me burgim prej 45 vitesh për secilin nga ish-krerët të UÇK-s me pretendimet për krime lufte. Gjykimi ndaj tyre ka nisur me 3 prill 2023, gati 3 vjet pas konfirmimit të aktakuzës, prej kur ish-krerët të UÇK-s mbahen në qendrën e paraburgimit në Hag.